derisa ndroi jetë shumë e re, apo jo, 46 vjeçe? 46 vjeçe. 46 vjeçe. Ti ke qenë gjithashtu shumë i ri, 23? 23, kur ka ndruar jetë nana. Jashtu, 22-23 vjeç. Si është për një 23 vjeçar, për një djalë të humbi nënën aq herët? Për Zotën, kujdo që i noll në moshën kur të pakten është i martuar dhe e ka një krah. E ka një bashkëshorte, e ka një fëmijë e më i fortë. A din, kur je beqar, është sikur ra dielli edhe je i vetmuar. Është pjesë e rana, a din. Edhe unë ja këshilloj gjithkujt që duhet me e marrë këtë punë me ta thonë në mënyrë të keqe kështu. Me sportivitet, sepse është vetë natyra e tillë dhe ti nuk arrin dot me bë asnjë gjë, përveç se ke për ta bën dhe vetin e smune do ta fush kryet nëpër skandra 100 herë. Unë kam fut kryet në skandra ja 9 herë. Kur thon skandra e kem fjalën myti mblokoi stresi atin. Edhe masa në erdhë, unë njofta me linditën dhe u forcova, erdha tu forcova. Pra dashuria linditës në një farë mënyrë të ka shpëtuar nga ajo gjendje. Po më ndihmoi sepse 3 mashkuj është gjë e rënë aty. Mu më ka vdek 3 muaj pa hyrë në shtëpi të re. Se kishin mbaruar shtëpinë e re. Po kishim edhe një 3 muaj do savatime të vogla, domethënë vetëm thjesht e kena pru me ambulancë sa më e pa se kishte qef me po, a jeni gati të mbaruar, si. A kishte qef ta shitë shtëpinë para se të largohej nga kjo jetë. Ishte e dhimbshme e therë se do thosha, po në të njëjtën kohë e bukur si metafora ajo që the ra dielli kur miku nana. Domethënë s'ka jetë, domethënë pa diell normalisht. Edhe ishte se kisha dëgjuar kurse shprehje, po ishte s'ka nuk është pjesë e rënë, mirë ku i bjen moshtre. Sidomos ata që i gjen beqar është pjesë e rënë. Është me gjenë arrogant, a din, një tip që po njerëzit që janë njëshëm i vret. Di që nana e kishte taku linditën, e kishte pa linditën se e kishit fol bashkë, apo jo? Ku i ke marrë do informacione ti? Nuk do ishte se luan topin nëse s'do t'i kishim këto informacione. A është e vërtet apo jo? Që ti i kishe bisedu përpara se nana të ndronte jetë, ja kishe tregu që ty të pëlqente kjo vajza, dhe ajo fshehura ziteje kishte taku, se donte me pa nusën e ardhshme, apo jo? Fiks. E qatë tha masi kishte pa? Dha bekimin në një farë mënyrë, apo jo? Patjetër. Si tha? Patjetër. Mirë, ke ditë me zgjedhë, më tha. Ke ditë me zgjedhë. Se gjithmonë ishte të thash, ishte një natyre çuditshme, ishte. Ajo kishte linë me shkollë. Kishte linë me shkollë. Po, kishte linë, ajo kishte ajo shifti diçka shumë para tjerëve. Shumë interesante. Edhe di që ke qenë shumë i lidhur me të. Flisje. Normal se ajo ka qenë 7 zanë me mu kur ka një gjuhë zemrën. Mas që ka linë mu, atër është bën operacion. Për shumë vite e ke pas ëndër me i kushtu një këngë. Domethënë, gati 30 vjetë që me sa di ka qenë në planet e tua, në mendimet e tua. Pse tu desh kaq shumë kohë? E kishe të vështirë? Se basha dot. Pse? Po sepse sa hysha në atë botë, më blokot atin edhe. Kur filloi shkruaj apo kur hyre në studio për të kënduar? Kur filloja me shkru, edhe kur e mendoja që do me edhe kur në vite në i varë që në alosha makinën për shembull në një cep të rrugë, se unë 99% teksteve të këngëve mia unë i kam bërë krejt. Edhe mu krijote një lloj ngërç. Edhe thosha po shkoj prap në gjenën e viteve më parë, a din? Edhe nuk dosha me ra ma në atë shkallë, sepse unë isha të rritë fëmije, isha okej, mas jetën e kisha saju mirë, e kisha nërtu mirë, dhe duhet me ecë para. Sepse ajo kishte Maroku që me kënë dikushin jetë. Ja ke plotsu? 100%, me qenë gjallë ajo, do jetë njeriu më i lumtur në botë, domethënë që të shohin ajo nipa mesa e fëmijën e familjen që e rrethojnë krejt. Ka pas një moment kur je ngjitur në skenë, mbase në ato momentet, ato vitet e le të themi kulmit edhe suksesit tënd më të madh, që ke hyrë në skenë, je ngjitur në skenë edhe ke thënë, ha moj nan, a she ku jam?
ja arrita, ja dola? Tani, jo një herë, po disa herë njeriu, po t'ishtë edhe dada gjallë, se unë i kam thirë dada, din. Dada. Po. Por është edhe, ka qenë dhe lindita robi bekum, robi komunikushëm, robi dashtun, din. Bile ma shumë ajo ma kujtote. Ku lindi Amadeo, fëmija i parë, t'ishte dada gjallë, din. Me eshi ju, lindi Marko. Me pa shpinë, me pa jetesën, me pa gjallë. Po, kështu është kjo jetë. Dhe mas 37 vitesh gati, ja arrite edhe e realizove. E ke publiku këtë vit këngën, apo jo? Kushtuar nanës. Më duket për 8 mars. Për 8 mars. Dhe aty je bashkë me Markon, edhe nana është në një farë mënyre e përjetësuar nëpërmjet inteligjencës artificiale, apo jo? Nga fotoja e saj, nga fotografia. Kur ja qova Bledit audion, Bledi e dite që nuk e kam nanën, se kisha bon 50 klipe me dadin, edhe kishim bisedu, edhe më thot, ma le këtë klip, thot, do t'a bajon, mos më nërhyj fare, di. Edhe kur më tha se ku do shkojmë, e salla bosh, i thash për që do bojmë aty, adin, vetëm ma gjaj i foto. Edhe kur ma ka nxjerr, kur ma ka pru në WhatsApp, isha me Linditën, e kam mëllë, se kam po dët. Edhe i thash Lindit, do t'a lanë, nuk do e fus foton e datë. Se nuk e përballoj dët. Kalunja 2 javë, u pernosha, unë kongën për atë e kam bo, adin, e më lolla vedin, i kërkova lloguri vedit, që është i diçka e bukur. Shumë e bukur. Për Zotën, me të thënë drejtën, për mua është gjoja më e bukur që kam bërë në jetën time. Tani është diçka e veçantë që e përjetëson njeriu. Sot jenë gjallë Amadeo Marko. E shohin si me qenë gjallë, ba është 100% si ka qenë. Aq më tepër që jeni, domethënë, je bashkë me djalin në një farë mënyra 3 breza bashkë, emocioni veçantë, besoj. E përmende shpesh edhe Marko natyrisht, edhe Amadeon, po përpara se të vinin këta të dy ishte Lindita. Po patjetër. Në natyre. Ti the Lindita është shumë e veçantë. Është ajo që në një farë mënyre të shpëtoi nga ajo gjendje e vështirë.